Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë e tij dhe pastaj të gjitha salavatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi të gjithë familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij dhe të gjithë besimtarët të cilët shkojnë sipas udhës së tij dhe sipas porosiisë së tij. Të nderuar xhamat, sikurse edhe është pa lajmëruar, al-Ijarata do të jetë me temën edhe me titullin Bukuritë e Islamit. Dhe do të jetë kjo një temë e cila do të jetë si seri për një kohë të caktuar, duke pas parasysh rëndësinë e kësaj teme. Nga se mund të pyet dikush dhe çfarë rëndësie ka, domethënë që muslimani të ketë një uri edhe të shfaqen bukuritë e Islamit. Natyrisht që muslimani është i pari ai që duhet më përfitu për kësaj teme. Se nëse ai hulumton, nëse ai sheh se çfarë bukurish ka kjo fe e Allahut, atëherë kjo vetëm se ja shton bindjen, kjo vetëm se ja shton qëndrueshmërinë, edhe ja shton sinqeritetin në praktikimin e kësaj feje. E pastaj rëndësia tjetër e kësaj teme është nga se muslimani kur i njeh bukuritë e kësaj feje dhe pastaj ju shfaq të tjerëve, u shfaq atyre të cilët nuk ja njohin këtë fe, nga se ata kanë nevojë që ta njohin këtë fe ashtu siç është, për arsye se të tjerët e kanë dëgjuar, domethënë për këtë fe, e njohin këtë fe, mirë po jo ashtu siç është kjo fe. Domethënë atë shumë është propaganduar, edhe atë shumë është punuar që të prishet imazhi i kësaj feje të tjerët, saqë kjo i ka irritu shumë prej popujve të tjerë, i ka largu prej kësaj feje, për arsye se ata e shohin ndryshe. Dhe për këtë dietarët e Islamit kanë thonë, nëse kishin me ju shfaq bukuritë e kësaj feje popujve të tjerë, nëse kishin me njoft ashtu që duhet këtë fe, atëherë ata kishin me hy masovisht në këtë fe. Dhe gjatë historisë e Islamit, vetëm se kjo ka ndodhur, për arsye se shumë shtete dhe shumë popuj e kanë pranuar këtë fe, vetëm për faktin kur i kanë pas sinqeritetin e muslimanëve, kur i kanë pa bukuritë e kësaj feje, se çfarë feje është, se çfarë rregullash ka, dhe çfarë ligjesh ka, atëherë ata kanë hyrë masovikisht në këtë fe. Ne shohim se Islami sot shtrihet deri në kufit e Australisë. Domethënë shtrihet deri në shtetin e Indonezisë edhe shtetin e Malezisë. Dhe krejt ata popuj pse kanë pranuar këtë fe është në bazë të muslimanëve, në bazë të sinqeritetit të tregtarëve të muslimanëve, kur i kanë pa, atëherë e kanë pranuar këtë fe. Nëse flasim për bukuritë e Islamit, besoj që mjafton ajet i cili do na tregoj se çfarë bukurish mundet me pas kjo fe. Në të cilën ajet Allahu fuqiplot thot: "El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Në këtë ajet të Kuranit Allahu thot: "Sot unë e plotësova dhuntin time dhe jush, dhe përsosa fen time, dhe zgjodha që Islami të jetë fe për ju." Pra ajet madhështor, i cili po na tregon edhe po na dëshmon se Allahu e ka përsos këtë fe. Allahu e ka kompletuar tërësisht këtë fe, nuk ka met asnjë mangësi në të. Dhe shumë interesante historia e këtij ajeti. Nga se në kohën e Omerit,
dhe më thonë pa një vite, mas I ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si dhihet në Medinë, edhe në rrëdhina dhe Medines, ka njetu edhe popuj të tjerë. Dhe më thonë ka pas edhe besimet të tjerë, ka pas edhe të krishterë, mirë po ka pas edhe jehudi. Jehudi ka shku të Omeri, edhe I ka thonë me të vërtet ju muslimanët, e keni një ajet në Koran, e keni një ajet në fejnë tuaj, nëse aj ajet kishte zbrit në fejnë tonë, nëse aj ajet kishte me qenë në librat tonë, atër thot ne kishte me shpall fest atë ditë kur ka zbrit aj ajet. Atër ka pyetur Omeri, e cilë është aj ajet? Ja ka treguar që të ajet që e cituam ne. Atër Omeri ka thonë me të vërtetë unë di saktësisht se në cilën kohë ka zbrit, edhe në cilën vend ka zbrit kjo ajet. Thot ka zbrit pikërisht në ditën e Arafatit. Pra është fest. Edhe ka zbrit në Arafat, afër Mekës, në kohën e haxhit. Mirë, po çka është interesante këtu? Ne po e shohim një pjesëtar të fest tjetër e ka kuptuar këtë ajet shumë saktë. Edhe ka thonë e keni një ajet që nëse kishim e pas ne kishim e shpall fest. Pa ata nuk e kanë pra. Ajeti është pra Allahu thotë sot e plotësova fenë time. Edhe përsosa mundin time dhe jush. Dhe me thonë Allahu aq e ka kompletuar këtë fe sa që aja synon që t'ua kompletoj jetën njerëzve. Këtu është qëllimi. Pra ndaj krejt ligjet e Islamit, krejt rregullat e kësaj feje synojnë që t'ja kompletojnë jetën njerëzit, por ata të cilët e praktikojnë. Dhe a nuk na tregon kjo bukuritë e kësaj feje? Mjafton fakti që Islami synon për të ruajtur njerëzve pas çështjet kryesore të jetës, pa të cilat nuk mundet me funksionu jeta në tokë absolutisht. E cilat janë ato 5 çështje të jetës, pa të cilat nuk mundet me funksionu? Anë kryesorja është çështja e fesë. Dhe më thonë, pa fe, nuk mundet me pas në tokë. Pa fe, nuk mundet me pas drejtësi në tokë. Pa fe, nuk mundet me pas rahmet në tokë. Dhe për këtë arsye, Islami synon çështjen kryesore që të ruaj fenë dhe besimin njerëzve. Dhe më thonë, kemi shumë ajete, edhe kemi shumë porosit e pejgamberit alayhi salatu wasalam se si besimtari duhet me ru fenë e tij. Se si besimtari duhet me ru besimin e tij. Por arsye se nëse nuk ka fe, nëse nuk ka besim të sakt, atëherë nuk i duhet as jeta në këtë jetë. Mirë po nëse nuk ka fe edhe nuk ka besim, e ka humbur edhe jetën tjetër të përhershme. Që kjo është kryesorja. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala ka thonë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët besuar, ka thonë friksojuni Allahut. Edhe dhesni vetëm duke qenë besimtar dhe musliman. Dhe më thonë, porosia këtij ajeti është jetoni gjatë gjithë jetës me këtë fe, në mënyrë që edhe çastet e fundit të jetës t'ju vinë duke qenë besimtar dhe musliman, sepse vetëm kështu do të shpëtoni. Po pastaj Islami synon çështja e dytë, pa të cilën nuk mund me pas stabilitet në tokë, në jetë, është çështja e ruajtjes së jetës. Dhe më thonë, i shohim krejt rregullat e Islamit. Të gjitha urdhrat e Islamit, ato synojnë që të ruajnë besimin njerëzve, edhe synojnë që të ruajnë jetën. Aq shumë ka dispozita, aq shumë ka kërcënime prej ajeteve të Kuranit, edhe prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata persona të cilët u acenojnë edhe u rrezikojnë jetën të tjerëve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thonë wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ka thonë mos e çoni veten tuaj në rrezik. Mos e çoni jetën tuaj në shkatërrim. Besimtari e ka përgjegjësi para Allahut me ruajtje jetën e tij dhe me ruajtje jetën të tjerëve në të gjitha aspektet.
Duhet me qenë aq i kujdesshëm, edhe nuk duhet i rrezikoj vetës jetën e as të tjerëve në çdo aspekt. Dhe me thonë, edhe në aspektin e komunikacionit që po flasim konkretisht, që me të vërtet është një çështje që mund me pas pasojë të mëdha, po e shohim. Edhe në këtë pikë besimtari duhet me qenë i kujdesshëm në komunikacion, sepse është në pyetje jeta e tij, po jo vetëm, është në pyetje edhe jeta të tjerëve. Pra, dietarët e Islamit kanë thonë, një person i cili nuk i ka respektuar rregullat e komunikacionit dhe ka shkaktuar aksident, edhe në atë aksident ka mujt me mytë vetën, ose dikon tjetër, ata ka thonë të Allahu konsiderohet një person i cili ka bërë vrasje. Duhet me pas parasysh, kështu Islami synon që të arruajnë jetën të tjerëve edhe të gjithëve së bashku. Dhe çështja e tretë, Islami synon me arruajt njerin mendjen dhe i ka ndaluar të gjitha ato konsumime, i ka ndaluar të gjitha ato pije, të gjitha ato ushqime të cilët mundin me rrezikuar mendjen e njerit. Çështja e alkoolit konkretisht, pse Islami ka ndaluar alkoolin? Por arsye se alkooli ja humb mendjen e njerit. E nëse personi mendet pa mendje dhe pa logjik, atëherë çfarë pasojash mund me pas prej tij? Kështu do të thonë, kjo fe është e bukur edhe për sosur. Pastaj Islami synon çështja e katërt, pa të cilën nuk mund të jetohet, është pasuria. Dhe Islami synon për të ruajtur pasurinë të gjithëve. Edhe nuk zon askush me prek pasurinë tjetrit. Edhe ka ardhur kërcënime të shumta për ata të cilët prekin pasurinë e tjetrit, të cilën Allahu ja ka garantuar se të cilit gjithkush e ka pasurinë personale, të cilën nuk zon me prek askush, nuk ka të drejtë në atë pasuri kushur për posti. Edhe për këtë arsye kanë ardhur rregullat strikte për ata të cilët ja cënojnë pasurinë tjetrit. Dhe nëse shohim bukuritë e Islamit në aspektin e besimit, në aspektin e Kuranit, në aspektin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë pra shohim përsërimarinë e tij. Në aspektin e Kuranit, Allahu e ka zbrit në këtë fe Kuranin, një libër i cili do të jetë i vlefshëm për të gjitha kohërat edhe për të gjitha vendet. Edhe Allahu fuqiplot e ka garantuar Kuranin, e ka garantuar, dhe me thonë, kjo asë njëherë nuk do të humbë kjo libër, edhe asë njëherë nuk do të ndodhin shtërëmbërime apo mangësime në të, sikur se ka ndodhin e librat e më hershëm. Ky Kur'an, ashtu qysh ka zbrit para 1400 sa vjetëve, asë një presje nuk e mungon sot. Ashtu qysh është lexuar në kohën e pejgamberit para 1400 vjetëve, në të njëjtën formë lexohet edhe sot. Ky Kur'an lexohet edhe për atyre të cilët nuk e njohin gjuhën e tij. Ky Kur'an mësohet përmendesh edhe prej fëmijëve të vegjël, të cilët ndoshta nuk e kuptojnë sakt. Mirë po, janë gjendje me qenë hafuza, me ditë Kur'anin komplet. A nuk është kjo një mrekulli? A nuk është kjo një bukuri e Islamit që ka garantuar librin e tij? Po pastaj në aspektin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu e ka dërguar me këtë fe pejgamberin më të mirë, pejgamberin më i mirë se të gjithë pejgamberët e Allahut. Edhe është ula e pejgamberëve. E pastaj bukuritë e Islamit shfaqen në sjelljet, në moralet e tij, edhe shfaqen besimin e tij. Bukuritë e Islamit në besim të mos flasim. Nuk ka besim më të pastër se sa besimi i Islam, sepse synon që ta adhurohet vetëm Allahu fuqiplot, sepse synon që besimtari të jetë i sinqert ndaj Allahut, edhe ta adhuroj vetëm Allahun, edhe Allahu ka thonë fa'lem ennehu la ilaha illa Allah. Ka thonë dije se nuk e meriton të adhurohet me të drejt askush posa Allahut. Ne e shohim surën prej surëve më të shkurtra të Kuranit kur Allahun. Kjo surë pejgamberi ka thonë është e barabartë me 1/3 e Kuranit. Kjo surë kaq e shkurt
Mirë po pejgamberi ka thonë është barabartë me 1/3 e Kuranit. Kul huwallahu ahad. Çfarë kuptimi ka kjo kul huwallahu ahad? Thuaj, Allahu është një. Vetëm një krijues është. Vetëm Allahu është ai përsosuri. Vetëm Allahu është ai i cili jep jetë, edhe merr jetë. Vetëm Allahu është ai i cili jep furnizimin. Vetëm Allahu është ai i cili cakton. Për këtë arsye vetëm Allahu meriton të adhurohet. Edhe vetëm Allahu meriton që të bihet në sejdë. Edhe vetëm Allahu meriton që të lutet. Edhe vetëm Allahu meriton që të shpresohet te ai, sepse këto tjerët janë krijesat të tij. Ata krijesat e tij nuk kanë dorë asgjë, veç atë sa Allahu ju ka jep. Për atë arsye pejgamberi ka thonë në hadithin e tij, një shoku të tij ka thonë ndije se nëse krejt njerëzit prej të pari deri te i fundit, ata bashkohen në mënyrë që me ta ofru ty një ndihmë, atëherë ka thonë nuk kanë me mujt me ndihmu, veç atë sa Allahu ta ka caktu. Po që se bashkohen, ka thonë, në anën tjetër, krejt njerëzit së bashku, në mënyrë që me dëmtu diçka, nuk kanë me mujt me dëmtu, veç atë sa Allahu ta ka caktu. Kjo është Allahu fuqi plot. Pastaj në kjo sure thot Allahu Samed. Allahu është ai i cili krijesat e tij krejt kanë nevojë për të edhe drejtohen atij. Pra në fund të fundit, edhe ata të cilët nuk janë musliman, edhe ata të cilët janë feve të tjera, nuk janë besimtarë të drejtë, nuk janë besimtarë të saktë, në fund të fundit kur i kap zori, krejt i kthehen Allahut. Edhe krejt ju kujtohet Allahu. Prandaj ky është kuptimi i fjalës Allahu Samed. Krejt krijesat drejtohen atij, edhe krejt kanë nevojë për të. Pastaj thot lam yakun lahu kufuwan, lam yalid wa lam yulad. Allahu nuk ka lindur, edhe nuk e ka lindur askë. Allahu nuk ka nevojë për këtë, sepse është krijues. Allahu është i pavetëm, edhe Allahu është i pambarim. Që kjo është Allahu, që kjo është besim në Allahun i pastërt, e pastaj edhe lutja duhet jetë e pastërt, me sinceritet, edhe me besim të pastërt, sikur se thot Allahu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'an. Nëse të pyesin ty robët e mi për mua, atëherë thuaj se unë jam afër, edhe i përgjigjem lutjes së atij që më lutet. Pra në Islam nuk ka nevojë për ndërmjetësues, por besimtari i lutet drejt për drejt i krijuesit e vet. Muslimani i lutet Allahut drejt për drejt. Nuk ka nevojë ta lut dikon tjetër. Që kjo është besimi i thjesht, edhe i pastërt, edhe kjo është bukuria e Islamit. Pastaj është sinqeriteti. Nuk ka sinqeritet sikurse që ka në Islam. Ne shohim në gjitha ibadetet e Islamit. E shohim ata me kulminantën, i cili është agjërimi. Nuk ka ibadet më të sinqert se sa agjërimi. Sepse besimtari braktis ujin, edhe braktis ushqimin e tij, e nuk e ka pa kërkush, edhe prap se prap nuk e prish, edhe vazhdon deri në kohën e iftarit. Pse? Por arsye se e din se Allahu po e sheh. E që kjo është sinceriteti i plot që Allahu kërkon për nesh. Prandaj që si sinceritetin nuk ka në asë një fes, ka kërkon. Apo e shemne dhe më thonë bukurit e Islamit, po pastaj në aspektin e ibadetit në namazit. Çfarë sinceriteti ka në namaz? Besimtari drejtohet për kibles, edhe e fillon namazin me fjalën Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Edhe kur thotë namaz, Allahu është më i madhi, atëherë ai përkushtohet krijuesit të vet, i harron krejt çështjet tjera. E pa Allahun, i lutet Allahut, edhe nuk i kujtohet askush në ato momente, sepse ju ka drejtuar Allahut me sinqeritet të plot, nuk i intereson sa po e shohin të tjerët apo nuk po e shohin. E kështu me radhë, kur flasim pastaj për bukuritë e Islamit në aspektin e besimit në pejgamberin e Allahut, edhe këtu është prapë përsosmëria e Islamit, nga se Islami na urdhëron
që besimtari duhet të besoj në të gjithë pejgamberët e Allahut, edhe nuk duhet me bë dallimin mes tyre. Edhe këtë ka vetëm Islami. Nëse një musliman nuk i beson vetëm një pejgamberi për pejgamberëve të Allahut, atëherë ai ka dalë prej fesë. Domethënë, Allahu në Kur'an ka thonë: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun." I ka besu Allahut, edhe ajo që ka zbrit Allahu i ka besu pejgamberi edhe besimtarët. Ka thonë: "Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Krejt ata që kanë besu Allahut, melaqeve, librave dhe pejgamberëve të Allahut. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Thot ata thojnë: "Ne nuk bëjmë dallimin mes pejgamberëve." Na nuk thojnë as sikur ata të tjerët. Valla po i besojnë vetëm këtij pejgamberi e këtij jo. Absolutisht. Nëse Isës alayhi salam nuk i beson dikush, ka dalë prej fesë, nuk është musliman. Domethënë, apo e shih nëse edhe pejgamberët të krishterëve, që të krishterët e konsiderojnë pejgamber të tyre, edhe nëse ati ne nuk i besojmë, nuk mundemi me qenë musliman. E kemi kusht të besimit tonë mi besu edhe Isës alayhi salam, mi besu edhe Musës alayhi salam, i cili ka qenë pejgamberi Allahut i dërguar të Bani Israilit. Por ne kemi kusht të besimit me u besu. Kjo është vetëm në Islam, ndërsa të tjerët, besimet e tjera nuk e pranojnë pejgamberin ton, nuk e pranojnë Isën alayhi salam, nuk e pranojnë Kur'anin, kurse ne i pranojmë të gjithë librat që i ka zbrit Allahu, sepse është kushti i besimit, sepse Allahu i ka zbrit ato. Apo e shohim përsosmërinë e Islamit, apo e shohim bukuritë e Islamit, pra ne nuk jemi ata që bëjmë përçarje, nuk jemi ata që shkaktojmë armiqësi mes feve, ne i bashkojmë fet, sepse të gjitha fet, 3 fet qellore, Allahu i ka zbrit, por Islami ka mbeti i pastërt, Islami ka mbeti i pandryshuar, edhe Islami do të jetë në ditën e gjykimit. Prandaj ne i besojmë edhe pejgamberëve të Bani Israilëve, i besojmë edhe pejgamberët që kanë domethënë të krishterët që ata konsiderojnë Zot. Që kjo është bukuria e Islamit. Mos më zgjat më tepër, domethënë do të vazhdojmë inshallah në ligjëratat e ardhshme, pikërisht domethënë me këtë temë në pjesë tjera, në aspekte tjera të jetës. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na jap sinqeritet, dhe lutim Allahun që na jap dituri që të shohim me të vërtetë argumentet e Allahut në fenë e tij të pastër, që të shohim bukuritë e Islamit, dhe qëllimi kryesor është që ato të shfaqim të tjerë mi treguese që ky është Islami. Ne e shohim për shembull në pjesën perëndimore në Evropë, ata mundohen me qenë në aspektin e jetës, me pas rregull, me pas disiplinë, por ata duhet me pas mas pari muslimanët. Ata kanë pas mas pari muslimanët. Mjafton një fjalë e pejgamberit i cili thotë: "Inna Allaha yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqina." Ka thonë Allahu e don që kur ta punoni një punë, ta përsosni edhe ta kryeni ashtu që duhet. Më thonë, pjesë të besimit në Islam është që kur të kryhet një punë të kompletohet që duhet. E kjo është në Islam. Por fakti është që muslimanët nuk janë duke praktikuar, sepse nuk ka nevojë dikush tjetër me na tregu neve se si duhet me qenë sakt, se si duhet me qenë preciz, se si duhet me përsos punën, sepse ne dimë më mirë se sa krejt të tjerët, por qëllimi është që ne duhet të vedisohemi, ne duhet të edukohemi, edhe t'ju tregojmë tjerëve se kjo është feja e Allahut, edhe kështu janë muslimanët, ashtu që kanë qenë në histori, që kanë qenë një pjesë të para, brezat e parë të muslimanëve, të cilët domethënë i kanë sundu, edhe i kanë çliru 3 kontinente, për shkak se e kanë praktikuar Islamin me bukuritë e tij, edhe ju ka treguar tjerëve se që kjo është feja e Allahut. Allah subhanahu wa taala na falt, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.